Që Allah na mundsof me bë vepra të mira edhe në vazhdimsi, jo vetëm Ramazani mu kon edhe me i ndërprej pastaj veprat e mira. Me qenë Ramazani një lloj reflektimi apo shkolle që na më largu gjunaheve. Sepse nëse një muj ditë mëkatarët, për shembull, pinë alkool apo bëjnë veprime gjunahe të ndryshme, nëse një muj nuk e pinë alkoolin, po e zom, pse mas një muj më ju kthy alkoolit, subhanallah. Hajde po e zom një ditë dy e lën alkoolin, thot nuk mujta më mësu me largu alkoolin, po një mujaj s'po pinë alkool. Mas një muje e ka ma letë pastaj me vazhdu që mos me pi alkoolin. Edhe çështja Ramazanit është nëse mas Ramazanit i kthesh gjunahit, atar është një zbehtësi tek agjërimi yt. Do thonë është një problem tek agjërimi yt. Sepse Allah subhanahu wa taala thot në një ajet kuranor për punën e namazit, inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Me të vërtet namazit largon pit këqijave, apo nëse s'të largon pit këqijave, do thonë problemin e ki pak të namazit, nuk je sinqert bashkë me Allah subhanahu wa taala. Su që edhe agjërimi do të më konë sebeb që mu largu njerëzit për gjunave, apo